Në kuadër të projektit mbështetja e menaxhimit të parkut kombëtar Prespa përmes kontributit në hartimin e bimësisë së habitatit dhe monitorimin e specieve, shoqata Iliria organizoi një aktivitet ndërgjegjësues në Gjimnazin Skënderbeu në Bashkinë Maliq. Aktiviteti përfshiu një orë leksioni me temë rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit dhe një ekspozitë fotografike me imazhe të bimësisë së rrallë dhe peizazheve shqiptare. Rreth 55 nxënës, mësues dhe përfaqësues të Bashkisë Maliq morën pjesë aktive në këtë event. Gjatë leksionit u diskutuan mbi sfidat që përballet mjedisi ynë dhe planeti në tërësi, duke nxitur ndërgjegjësimin për mënyrat konkrete me të cilat çdo individ mund të kontribuojë në ruajtjen e natyrës, ndërkohë ekspozita fotografike solli përmes imazheve bukuritë natyrore dhe biodiversitetin e Shqipërisë, duke theksuar rëndësinë e ruajtjes së tyre për brezat e ardhshëm.